viteve të fundit kemi parë zhvillime të rëndësishme në këtë fushë, përfshirë rritjen e numrit të aktakuzave për krimet e luftës, si dhe zbatimin e gjykimeve në mungesë. Mungesa një databaze të veçantë për rastet e krimeve të luftës. Ne kemi sfida me angazhimin e avokatëve sipas detyrës zyrtare në gjykimin mungesë. Kosovë mbetet një nga sfidat më të rëndësishme dhe më komplekse të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Përtej rëndësisë juridike, këto procese kanë ndikim të drejt për drejt në sigurimin e drejtësisë për viktimat e luftës, luftimin e mosndëshkimit dhe forcimin e besimit të qytetarëve në institucionet e drejtësisë. Gjatë viteve të fundit kemi parë zhvillime të rëndësishme në këtë fushë, përfshirë rritjen e numrit të aktakuzave për krimet e luftës, si dhe zbatimin e gjykimeve në mungesë. Mungesa vullnetit nuk është, ka një mungesë, ka një gatishmëri për me punu vazhdimisht në adresimin e krimeve të luftës, po sfidat mandej janë përtej vullnetit. Sa i përket institucioneve të drejtësisë, ne kemi bë maksimumin brenda kapaciteteve që kena dhe mundësive që kena qoftë buxhetore, qoftë institucionale. Kriza ligjore aktuale nuk është e mjaftueshme. Ne po hetojmë krimet luftës mbi një kornizë ligjore e cila është përshtatshme për korrupsion dhe krim të organizuar. Mbi bazën e asaj që është aplikueshme këtu, ne po punojmë për rastet e krimet luftës. Kur ju e dini se si në rastin e ICTI ose ish gjykatës ndërkombëtare për ish Jugosllavinë, si në rastin e dhomave të specializuara, janë nxjerrë korniza ligjore të posaçme, cilat shumë ju kanë ndihmuar atyre në adresimin edhe në punën e tyre. Ne këtë sfidë e kemi ende, sepse po punojmë me ligje të vjetra, qoftë ai i ligji i Jugosllavisë 1974, qoftë kodi i procedurës i cili nuk është shumë mjaftueshëm ose nuk është mjaftueshëm i përshtatshëm për rastet e krimeve të luftës. Pastaj kthehemi te çështja e dytë që është struktura institucionale. Ne kur e kemi pranuar këtë çështje nga EULEX-i, është dashur më njëherë të ndërtojmë mekanizmat e brendshëm në mënyrë që të jemi të gatshëm të përballemi me sfidat, sfidë shumë e madhe e që është përtej mandatit tonë, është mungesa bashkëpunimit juridik ndërkombëtar në tekst të veçantë me Serbinë, po edhe me vende tjera, edhe veçanërisht edhe me ish gjykatën penale për ish Jugosllavinë, apo tash që quhet mekanizmi rezidual. Ne tashmë jemi të vetëdijshëm që të gjitha provat, nëse më thënë shumica provave gjenden në Serbi ose gjenden jashtë territorit të Kosovës, po edhe të panderit, shumica prej tyre gjenden jashtë territorit të Kosovës. Dhe mungesa e këtij bashkëpunimi është një sfidë e madhe. Si rezultat i kësaj, tani kemi një mundësi që të paraqisim aktakuzën e mungesë. Ju e dini që gjykimin e mungesë po diskutohet, po elaborohet, nuk është për herë të parë të aplikuar në Kosovë. Në kuadër të kësaj pikës të re, që është ai grumbull i sfidave të cilit ne ballafaqohemi vazhdimisht, është mungesa një databaze të veçantë për rastet e krimeve të luftës. Ju e dini që identifikimi i informacioneve, i provave është një sfidë e madhe në Kosovë në 25 ose 27 vitet e fundit. Shumë informacione ekzistojnë, për të gjitha të shkapërderë dhe janë shpërndara, qoftë në OJQ, qoftë në institucione, qoftë në organizata ndërkombëtare, në media. Do të thonë, frika që nuk ka informacion ose dëshmi nuk ekziston. Frika është që ato dëshmi ti mbledhim, ti vendosim në një vend ku janë në shërbim të prokurisë speciale të departamentit. Shohim tani që është përforcuar dhe në fakt janë shumë fishuar edhe aktakuzat që po ngritën këtë çështje, ndonë se është paksa e vështirë edhe për prokurinë për të siguruar dhe mbledhur prova, me qenë se kanë kaluar shumë vite pas luftës, por tani bëhet fjalë për 26 dhe 27 vite, natyrisht në procesin gjyqësor nevojitet për ta provuar dhe për ta argumentuar secilin do krim. Ne e dimë që në fakt ka pasur krime, kemi viktima, kemi persona që kërkojnë drejtësinë vazhdimsi, por ndonë se prokuria neve do të na ketë kundërshtar në aspektin profesional, por në këtë rast
prova të avokatëve, sikurse edhe vetë prokuria kemi sfida me angazhimin e avokatëve sipas detyrës zyrtare në gjykimin mungesë. Pra, siç e dim që gjykimi mungesë është institut i ri tek ne dhe thuajse akoma ka nevojë për përgatitje, për trajnime, për aplikimin e këtij instituti me profesionalizëm të lartë, por ne jemi munduar që t'i bindim se përveç detyrimit, pra është edhe një ndihmes për drejtësinë për ta bërë punën e tyre aty natyrisht ku ka prova dhe ka argumente. Siç e tha vetë Ameri, pra se me qenë se bën edhe punën e avokatit, në anën tjetër, pra neve na mungojnë trajnimet, e sidomos nga ekspert ndërkombëtar të kësaj fushë, pasi që edhe në raste tjera, jo vetëm në krimet e luftës, ka vështirësi në aplikimin e këtij instituti pra gjykimin mungesë.